Në jug të Kosovës, aty ku natyra flet me gjuhën e qetësisë dhe tradita ruhet si pasuri e çmuar, Dragashi zgjohet ndryshe këto ditë. Në çdo cep të këtij vendi ndihet aroma e përgatitjeve për festën e Kurban Bajramit. Në shtëpitë e banorëve të kësaj ane, përgatitjet nisin herët, shtëpitë pastrohen, piqet baklavaja dhe çdo detaj ka rëndësinë e vet. Ajo që më së shumti dua të theksoj është pjesa e përgatitjes që ne i bëjmë për Bajram, pjesa e ëmbëlsirave, baklavave dhe kështu me radhë. Pjesa tjetër është që më duhet ta theksoj është vizita nëpër familjar ku mund të them shlirë se opojtarët janë nga qytetarët më bujar, më mikpritës që i ka gjithë Kosova. Këtë e reflektojnë dhe tregojnë sidomos në kohë feste. Bajrami fillon herët mëngjes. Domethënë zgjohen burrat në ora 4:30 varet çysh falet namazi i sabahut, përgatiten edhe fëmijët e vegjël i zgjojmë në mëngjes, i veshim me teshat më të bukura për Bajram, edhe shkojnë meshkujt e falin Bajramin, gratë e përgatitin mëngjesin e Bajramit, i cili mendoj që është edhe ai unik. Në mëngjes, si gjithmonë, ditën e parë përgatitet byrjan, që i thënë oriz, po jo pilav, domethënë oriz me mish përgatitet është ajo tradicional që ditën e parë. Për më të vegjlit, Bajrami është festë e gëzimit, lojës, ëmbëlsirave dhe rrobave të reja. Unë për Bajram gëzohem shumë se i veshi rroba të reja. Edhe unë gëzohem sepse shkoj tek familjar dhe tek kushi dhe mbledh dhe sheqera. Edhe unë gëzohem shumë sepse ha ëmbëlsira dhe baklava. Na jemi në zonë kësaj xhamie, kemi ardhur me bë prova për festën e Bajramit, do t'i këndojmë disa ilahi. Në fshatin tonë të gjithë gëzohen edhe në nxënësit e xhamisë gjithmonë organizojmë poezi, ilahi dhe programe të ndryshme për festën e Kurban Bajramit. Në një kohë kur gjërat ndryshojnë me shpejtësi, këtu vazhdon të jetojë tradita, besimi dhe dashuria për njëri tjetrin. Për Bajram, jo si çdo ditë tjetër, vinë mysafirë shumë, edhe të afërt edhe të largët. Edhe ne shkojmë patjetër, duke filluar prej komshive, domethënë më të afërt që janë, e pastaj nëpër daj, nëpër teze, nëpër axhallare, nëpër gjithë mahallën, domethënë shkojmë për Bajram, shkojmë e vim, është një ditë, jo një ditë, edhe dita e dytë vazhdon, shkojnë bijat nëpër prindët e tyre, domethënë unë jam e martuar, shkoj ditën e nesërme te baba bëj Bajram. Vinë hallat e burrit, për shembull, vinë te na bëjmë Bajram, dita e dytë dihet që është për bijat me bë Bajram. Atmosfera është shumë e ngrohtë, njëkohësisht edhe shumë e bukur. Nxënësit mendzi e presin këtë ditë. Unë vajzën e kam 8 vjeçare dhe së bashku me shoqet e saj e marrin nga një çantë dhe dalin nëpër shtëpi me radhë, mbledhin sheqera, mbledhin bombone, edhe tan ditën shetisin, kënaqen shumë. Domethënë është një atmosferë shumë e ngrohtë, shumë e bukur. Për nder të kësaj feste, nuk mungojnë aktivitetet dhe programet e ndryshme për fëmijë. Ne si departament, që përbehemi prej 4 mualimeve, pra në komunën e Dragashit, jo vetëm për festën e Bajramit, por edhe për festa shtetërore, mbajmë programe me nxënësit tanë, po veçanërisht për festën e të gjithë muslimanëve, për festën e Fitër Bajramit dhe për festën e Kurban Bajramit bëjmë programe ekstra, siç i patët dhe nxënësit që kanë ardhur të bëjnë prova. Ditën e Bajramit, para se të falet namazi i Bajramit, të gjithë fëmijët mblidhen këtu në xhami, këndojnë ilahi, disa lexojnë edhe poezi, ese, për festën e xhami, edhe e mbajmë një program veçmas me nxënësit, pa xhamatin, domethënë veçmas e mbajmë edhe një program dhe gjithashtu shpërndahen dhurata për nxënësit e xhamiave tona. Mikpritja është pjesë e kulturës, e festa ndihet edhe në lokalet e qytetit. Përgjithësi, mas pari, të na kur të vjen e shohish pamjen këtu. Për shembull për Ramazan apo për Bajram, i vëmë këto ndriçime që na e respektojmë këtë pjesë. Për ndryshe për ushqime e kemi si meny të përhershme, çato që i kemi në meny ditore ose për çdo ditë që i mam këtu në restoran. Për diçka ekstra nuk bëjmë, baklav gjithmonë mundohen me pas për Bajram, gjithmonë me pas edhe në restoran për shkak të festës Bajramit. Dëgjohet ose shihet fest, shihet tamam fest. Edhe në përgjithësi tek ne është popullata mirë, është ka në pjesa fetare, elhamdulillah për Zotit, është shumë mirë.
Për të parë përgatitjet e festës, ishte e pranishme edhe udhëheqësja e Departamentit të Gruas pranë Kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës. Për nder të festës Kurban Bajramit, kemi zgjedhur që ta vizitojmë qytetin e bukur të Prizrenit dhe të Dragashit, që të shohim atmosferën e Kurban Bajramit, se si festohet këtu, si bëhen përgatitjet nga mësuesit tona, teologët tona. Vërtet, Dragashi dhe Prizreni janë ato komuna cilat na mahnitin me bukurinë e tyne, por jo vetëm kaq, na mahnitin edhe me mikpritjen, me solidaritetin, me bashkëpunimin cilët e kanë si mualime me bashkëbanorët e këtyne qyteteve. Me të vërtet, në komunën e Dragashit gjetëm mikpritje dhe ngrohtësi. Dhe mbi të gjitha, Bajrami është festë urimi, faljeje dhe mirëkuptimi. Dëshiroj që të gjithë besimtarët musliman, kudo që ndodhen nëpër botë, së pari të kenë shëndet, dhe pastaj, pas shëndetit të gjitha vinë me radhë. Nxënësve dua t'ju them që mësimet mos t'i lënë mbrapa, t'i ndjekin ëndrat e tyre, të kenë ambicie për jetën e tyre, tani sa janë të vegjël. Në prag kësaj feste, urojmë besimtarëve festën e Kurban Bajramit, duke i dëshiruar fat dhe shëndet në jetë. Po ashtu urojmë që t'jemi sa më të bashkuar, solidar, të duam njëri tjetrin dhe të punojmë dhe të angazhohemi që të ngrisim vendin tonë sa më përpara me profesionet, secilin e profesionin e vet. Ju uroj gjithë muslimanët, gjithë shqiptarët, Kurban Bajrami, gjithë muslimanëve, e gjithë botën, Kurban Bajrami ju uroj. Paqe e para është paqe, për gjitha, shëndet, edhe shëndet janë shumë rëndësi. Mendoj që rinin duhet pakës ta stabilizojmë, se e kemi pjesën më të keqe të mundshme tash për momenti. Inshallah Allah ju udhëzon gjithë. Do t'i kisha lutur grave që të fokusohen të kenë primare së pari çështjen e Allahut, pastaj pjesën sa të mbërrin, sa të kenë mundësi të mbërrin me pjesën e përgatitjes për Bajram është mirë. Pjesa tjetër, pas Bajramit, pasi Bajramit vjen, ta festojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, me familjarët, me fëmijët, i gëzojmë fëmijët tonë.